Fshati Skuraj në Kurbin, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor duke u kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer, kryesisht gjatë verës. I përfshirë në listën e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, kjo zonë ofron një kombinim të rrallë të natyrës së paprekur, relievit malor dhe rrjedhjes së ujit mat. Vizitorët vlerësojnë mikpritjen, qetësinë dhe kulinarinë lokale në Skuraj, por kërkojnë më shumë vëmendje nga shteti për këtë zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Shikojmë një vend shumë të bukur, të paprekur, origjinal, me shumë pemë, lule, të gjitha llojet e mundshme, domethënë të gjelbërimeve. Këtu vim për herë të parë, po, dhe na pëlqeu, po ashtu na pëlqeu dhe ushqimi, ishte shumë i mirë, tradicional, me prodhimet e vendit, perime, mishi, gjithçka ishte shumë e përgatitur mirë, por ndoshta rreth e rrotull, për shembull ambienti kur vjen në fillim nga rruga Sakpeshe, duke si shkret, nuk ta merrte mendja që kishte një pamje të tillë të brenda. Jem hapur mushkërit, ky veni pa pa, me gatim pa pa, najër të pastër, me gjitha gjanat më të mira. Lumi është fantastik, a jep kryesisht, lumi jep këtë freskinë. Aq më shumë jep lumi, se ku ka ujë, ka jetë. Ka freski, ka primarje, ka gjitha gjanat pa të bukura. Bizneset vendase tregojnë se vitet e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve të huaj, çka ka ndikuar pozitivisht në ekonominë e zonës. 23 vjet, 24 vjet në Laç dhe kam punuar me këtë energjetiken me lirë tensionit lartë dhe një venin komplet neve dhe i thashti shoku do ikim, thashtu ami drejt, thashtë të përqef me që kishte edhe 71 vjetore, do të shkojmë Shkopet. Ndoshta ndihmoi edhe koha, sepse erdhe vera më shpejt se sa duhet, kështu. Veça Verzodit ka qenë mrekullueshëm. Kena pas si turistat huj, si vendas, shumë mirë. Përveç natyrës, Skuraj njihet edhe për gatime tradicionale, që përbën një tjetër arsye për të vizituar këtë fshat të Kurbinit.